Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma doktor Berisha. Mbrëma. Quhem Zanel Gjeta Kuksian. Tani jam qish demokrati 90-s. Nuk kam ba asnjë ndishje, asnjë lëvizje. Kam shumë arsye për të qenë demokrat. Se kalojmë te këto probleme tani që janë më të shpejta. Unë vazhdoj të jem shumë herë komisioner, qendrën e votimit. Se si u morën zgjedhjet tani, më nishin forma, u morën u vodhën. Tani problemi është te protestat. Protestat duhet të jenë shumë të fuqishme, duhet të jenë, po jo, mirë tha doktor Petriti, që gërvishtemi pak kur shkojmë atje doktor, se tani mbledhu derdhu, por zotin, ki nuk e qanë koko. Por zotin, unë 3 protestat. Kam marrë pjesë në protesta vazhdimisht. 3 protestat e Lulit që i banin në fund, s'kam marrë fare pjesë, se nuk u banë, tani doktor, tani, i thejnë në verior, që ti dorë për një krye. Jam i mendimit që, vallaj, kam një vrejtje se po harroj, deputetet pak më tash për atje në parlament, o doktor. Për zonë, tani mos ndalon vetëm ne që qohen demokrat aty, vallaj, për zonë. Edhe ato, ne po angazhojme pa rrok, pa lek, pa pagujme edhe biletat e urbanit, me gjithë se na i kanë ngrit këtu çmimin e biletës, edhe kam një mirë tha doktor Petriti, që është edhe antar i Këshillit Bashkiak. Si u ngrit bileta tani? Edhe s'po bëhet tha, mori fun aty, çdo gjë. Tani valla, u miratu nga antarët e Këshillit Bashkiak, edhe demokrat. U miratu ai ligj. Valla, ha? Faleminderit. Shumë faleminderit. Po, do. Tani Qartë them tjetër gjë. Me datën 10 të angazhohemi, do vim, do marrim pjesë, do të përleshemi. Valla, për zonë. Faleminderit. Shumë. Pa. Të falenderoj shumë për diskutimin, për çështjet që ngrite dhe të garantoj se deputetët dhe të gjithë drejtuesit do të jenë krah për krah dhe të gatshëm për çdo lloj përpjekje dhe sakrifice. Një gjë dua ta them këtu. Kjo betejë nuk është një ndeshje futbolli. Ne duhet të tregohemi të vendosur, të persistojmë. 2 protestat që kemi bërë kanë patur impakt jashtëzakonisht fuqishëm. Pse? Nuk është se ato kanë qenë më të fuqishmet që mund të bëjmë ne. Por kauza që mbrojmë ne është një kauzë drejtë shumë. Është kauzë drejtë. Dhe ne, me ato protesta, ja u them një gjë, dhe të secili për jush duhet ta di, ne mbrojtëm nderin e këtij kombi, nderin e këtij vendi. Pse? Se nuk do kishte gjë më të zezë, më të keqe, se ne tulnim kokën para këtyre gjëra, para këtyre që bën Edi Rama me Lubi Ballukun. Në mbar botën do pyesin çfarë janë këta. Që janë këta shqiptarë? Po jo, treguam që vërtet një kryeminist është si puna e tij dhe zëvendësi, por ne tjerët jemi në rrugë, s'pajtohemi kurrë e s'do pajtohemi me ta. Ne i kemi bërë, thash edhe një herë, jemi në kilometrin e fundit. Ne i kemi faktur botës se ai ka shtruar zgjedhjet në fars. Ne i kemi faktur botës se ai është i lidhur me krimin dhe drogën dhe ne nuk jemi për te. Ne i kemi faktur botës se ai ka vjedh pasuritë publike dhe paratë e qytetarëve sa askush tjetër dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Tani do merremi ne me te.
Do merremi gjërsa ta largojmë. Për këtë nuk duhet jemi të përgatitur, të betur, dhe do e realizojnë. Nuk rezistojnë dot ata qytetarëve. Jo. Tu bëjmë thirrje dhe forcave të rendit. Mos mbroni hajdut. Ti polici ndershëm, ti oficeri ndershëm që jeton me rrogën tënde, me djersën tënde, që ai trafikantin polici të vret, të zë pushi, mos mbro hajdut si këta. Lërja u qytetarëve të merret me ta dhe e zgjidhin qytetarët atë, dhe do e zgjidhin. Kështu që tu bëjmë thirrje çdo të njohuri, çdo familjari, çdo miku, shoku, pavarësisht nga bindjet, të bashkohemi në këtë betejë për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar familjen tonë, ne nuk u ndalëm këtu. Po ligjet që ka kaluar ky në parlament është ligji absolutisht në çnjerëzor për familjen. Është ligji i shkatrimit të familjes. Është ligji i shkatrimit të identitetit gjinor. Është ligji i ekstremit majt. Por t'ja u ilustru pak. Keni ndëgjuar, besoj, se si presidenti Donald Trump, kur ishte kandidat, e gjobitën 450 milion euro. Ju kujtohet kjo? Pse ishte gjoba? Se del njëra i thot që para 32 vitesh ke ardhje fut në gabin tek po vishësha dhe më ke puth me zor. Prisni, ky njeri se kishte pa kurrat e kur. Po problemi është se ligji që kemi ne sot, që e morëm prej tyre, çfarë thot? Duhet ta aprovosh ti, që nuk ka ndodhur, dhe jo ai që t'akuzon. Kanë përmbysur parimin e prezumimit të pafajësisë. Pra, me ligjin e ri të shkatrimit familjes, të shkatrimit identitet gjinor, ai që akuzohet duhet faktoj se nuk ka faj. Po ku ndodh kjo? Ai që t'akuzon duhet faktoj që ka 1, 2, 3 argumenta që e ke diskriminuar. Mjafton ky ligj. Dhe këta një thonë që ekzistojnë 40 gjini. Një gjë që te i kalon çdo lloj fantazie, çdo lloj perversiteti, dhe nuk ka absolutisht asnjë synim tjetër, vetëm degradim në plot të kombit. Po ne kombin, ne ekzistencën e kemi nga familja. Ne ekzistojmë sot si shqiptarë që kemi ecur mira shekuj, mira vjet rrugë nga familja. Dhe tani Edi Rama i vuri kazmën me ligjin kundra diskriminimit, që s'ka asnjë lidhje me diskriminimin. Ka lidhje me shpërbërjen e familjes. Ka lidhje me shpërbërjen e identitetit. Dhe garantoj që çdo shqiptar që ngrihet kundër këtij regjimi, ngrihet për të mbrojtur familjen e tij, për të mbrojtur gjinin që i ka lindur Zoti, që i ka dhënë Zoti fëmijëve të tij. Jo, isha unë në Këshillin e Europës. E dëgjuat ju. Edhe po diskutoj kjo terapia konvertive, që terapia e ndrimit gjinis, ilaçet. Një krim monstruoz. Këtu shkruajtë në artikull kundra meje. Pse unë ngrita kundër kësaj terapie? Sot në kopshtet e Tiranës, shkollat e Tiranës, mësues pa moral. I thonë, jo, ti nuk je vajzë, ti je djalë. Apo ti nuk je djalë, je vajzë ti. I ke ja këto. Edhe pastaj
rrinë i manipulojnë, u japin ilaçe. Po, krim. E dëgjuat ju. Zëvendës, ajo bënte kandidat, bënte fushat në Shtetet Bashkuara, fushat elektorale duke u premtuar emigrantëve ilegal që po fitova unë, ju do t'ja u paguaj shtetit rrimë në gjinis. Pa 2 vitesh, sollën parlament ligjin e fermave të grave. Çfarë ishte ligji i fermave të grave? Që gratë të lindin fëmijë të askujt. Ju duket e pabesueshme, por ligji është real, ligji është në parlament. Po, ndaj dhe ky është një motiv tjetër, shumë i madh, për çdo shqiptar që don familjen, pavarësisht se çfarë mendon. Mund të lejojmë ne këtë degradim të familjes? Mund të lejojmë ne këtë agresion ndaj gjinisë? Prishni. Ky është ligji, po ligji çfarë ka tjetër? Në qoftë se ti fëmijës tënd i thua që në shkollë nuk do pranosh të diktojnë gjini tjetër për kësaj që të ka dhënë Zoti, në qoftë se ti fëmijën tënd e edukon sipas Biblës apo Kuranit për këtë çështje, ti dënohesh. Dënohet hoxha apo prifti që predikojnë Biblën ose Kuranit për çështje e familjes. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe me këtë grup në pushtet ka ndodhur gjëra që shumica e shqiptarëve ende nuk i realizojnë, por që do fillojnë t'i praktikojnë çdo ditë e më shumë. Kanë filluar në kopshte. Në kopshte. U nxjerrin tullumbace. Po zgjodhe tullumbacin roz i e vajzë. Edhe kjo një shmenduri. Një shmenduri. Ndaj dhe ne duhet të mbrojmë familjet tona. Duhet të mbrojmë familjen. Familja është e shenjtë, miqtë e mi. Ajo na ka asaj detyrohemi ne Zotit dhe familjet e tjera. Edhe diskutimin e fundit. Mirëmbrëma doktor. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma doktor.